Komisioni për mbrojtje të konkurrencës ka kryer mbikëqyrje mbi punën e më tepër autoshkollave në gjithë shtetin, me çka janë konstatuar indikacione që çojnë deri te mundësia për veprim të harmonizuar të tyre mbi çmimin që duhet të paguajnë kandidatët që duan të bëhen shofer. Mbi 40 autoshkolla janë bërë bashkë, kanë formuar kartel për formimin e çmimeve të përbashkëta për trajnimin e kandidatëve për shofer, duke shkelur kështu ligjin për mbrojtje të konkurrencës. Autoshkollat kanë shkelur nenin 7 të ligjit për mbrojtje të konkurrencës, i cili ndalon veprimin e përbashkët respektivisht për caktimin e një çmimi të harmonizuar për një shërbim të caktuar. Shumica autoshkollave janë nga Shkupi. Gjatë mbikëqyrjes janë konstatuar indikacionet e cilat çojnë të mundësia për sjellje të harmonizuar të autoshkollave. Kartel gjatë formimit të çmimeve për trajnim të kandidatëve për shofer. Nga komisioni kanë njoftuar se do të vazhdojnë grumbullimin e dëshmimeve dhe për të vërtetuar të gjitha faktet relevante, ngati e thonë se nëse vërtetohet dakordimi i çmimeve, do të ndërmerren masa në përputhje me ligjin, ngati e thonë se mbikëqyrja në punën e autoshkollave është pjesë e punës së rregull për vërtetimin e shkeljeve të mundshme në kuadër të ligjit për mbrojtje të konkurrencës.